Të kesh frikë të vdesësh, jo nga vdekja, por nga mungesa e një vendi për t'u prehur. Kjo është drama me të cilën po përballen sot banorët e komunitetit rom në fshatin Balt në Fier. Varrezat publike që shërbejnë për këtë komunitet kanë mbetur pa hapësirë për vendvarrime, duke krijuar një situatë alarmante dhe njerëzisht të papranueshme. Bashkia marri masa për vendin tonë këtu në Baltës. E këtu s'ka me vend. Të gjej vend, bashkia për të varrosur njerëzit. Këtu ka me vend, këtu më maroj, edhe tani njerëzit mund gjej një vend, po s'ka me venda këtu. Këtu më përfundoj këtu, s'maroj. Si po vede kjo punë në këtyre varrezave, me duket se do të varrosim të tokë Bukës. S'ka vend me këtu, këtu maroj vendi, s'ka me vend. I komunitetit rom, Latif Kazanxhiu, shprehet se situata është rënduar ndjeshëm që nga koha kur një pjesë e sipërfaqes së parcelës së varrezave u përdor për ndërtimin e rrugës së mbikalimit të autostradës Mbrostar-Levan. Sipas tij, rasti i Baltës është unik dhe kërkon ndërhyrje urgjente institucionale. Ai thekson se Bashkia Fier është shprehur e gatshme për të gjetur një sipërfaqe të re toke nga një banor i komunitetit rom, me qëllim shpronësimin dhe kthimin e saj në varreza publike. Tani, problemi qëndroni i varrezave, siç është ngritur shqetësimi disa herë në njësimi administrative dhe pranë bashkisë, dhe është vendosur në mbi kuptim me pronarin që ka tokën aty për të marrë një sipërfaqe tokë për varrezat e komunitetit rom. Është ngritur disa herë për komunitet. Tani, zotëria kërkon çmimin e arsyeshit, kthehet pagesa vetëm marrja atë. Dakordësimi ka rënë midis palëve, pronarit edhe njësisa mesi bashkisë le të japin atë vlerën që i takon zotërisë edhe që të zgjidhë ky problem në komunitetin rom. Nëse nuk dakordsohen pronari i tokës dhe bashkia për shkak të çmimit të shpronësimit, si do të veprohet? Atëherë shteti do të veprojë. Nëse ka shtet do të veprojë të na zgjidhë këtë problem. Të gjendet mundësia edhe të japi çmimin e arsyeshëm zotërisë sepse ai ushqet me këtë tokë. Të gjendet çmimi edhe të vazhdoj puna që të kemi atë sipërfaqen që meriton komuniteti jonë. Ndërkohë, banori rom, pronari i tokës i kontaktuar nga televizioni Apollon, deklaron se ende nuk është arritur një marrëveshje me bashkinë, pasi çmimi i ofruar për shpronësimin e tokës konsiderohet i ulët dhe i papranueshëm prej tij. Murat jam. Kryetari i fshatit tha që bashkia ju ka ofruar një çmim për të marrë tokën në funksion të varrezave. Para 4 vjetësh ishte ky muhabet me 2.6 ai, dylymi. Unë nuk rash dakord. Megjithatë ne do ta diskutojmë dhe me kryetarin. Pse s're dakord? Po nuk me unë me atë toka. Në zuri bypassi 2 dylym. Edhe 2 dylym marrin këta tani, 4 dylym me çka ku do u shek. Po do ta shpronsoj. Po çfarë do shpronsoj me 2 milion dylym? 2 milion vjetra? Po. Po ju çfarë kërkoni tani? Po paktën një çmim të arsyeshëm sa zuri bypassi me 7.5 ta marri. Që edhe unë të marr tokë tjetër andaj se pa 5-6 milion nuk merr do tokë në tjetër vend. Të kompensohen me tokë në tjetër vend. Çfarë bën ti? Shpresoni të arrini një marrëveshje për të ardhur ndim. Tash një marrëveshje unë do vetë të lutem aty. Të detyruar nga mungesa e hapësirës, banorët rom po varrosin familjarët në varret e të parëve, duke i mbi vendosur ato ose kërkojnë vende në varrezat e fshatrave përreth. Ndërkohë nuk kanë munguar rastet kur trupat e pajet kanë qëndruar në banesa për disa ditë, deri në gjetjen e një vendi për t'u prehur, duke krijuar një situatë që prek jo vetëm dinjitetin e të ndjerëve, por edhe dinjitetin e një komuniteti të tërë. Televizioni Apollon do të vijojë të kontaktoj drejtuesit e pushtetit lokal për një qendrim zyrtar mbi afatet konkrete dhe zgjidhjen përfundimtare të mungesës së varrezave publike për komunitetin rom të fshatit Baltës.